është e rëndësishme, lutem. Sonte me neve është edhe Serena Sula dhe Lart Vasili. Është edhe më herët lajeti, por keni orë bashkë rrugës apo? Jo. Jo. Jena taku në Prishtinë. Po. Jena taku për ftesën tënde për vit të ri. E di, faleminderit shumë që keni ardhur. Faleminderit ty që na ftove. Lajeti si gjithmonë është aktor i madh i mrekullueshëm. Po normale. Jo, përveç se aktor, domethënë unë zgjodha që këtë vit të ri ta Unë falenderoj shumë. A bën më të pull mboll burr. Që që thoshe ku do e pullë që... Do të keni për Lart Vasili. Na tre. Çka kemi na thon Serena sonte se po të shoh që po kuqesh sana. Çka? Po. Jo, do shumë i thanë që pse u taku në Prishtinë, nuk u taku në Prishtinë neve. Ne jena taku në Prishtinë. Tregoj realitetin. Edhe realiteti shqiptarëve. Ku është kamera? Atje. Po. Okej. Tregoj realitetin i Selimi Po dhe atje, okej. Afroj çik. Afro Selim. Afroj çik. Çka do më thon? Atëre, unë Tregoj çik lutem shumë realitetin ose do e them edhe unë. Ma thuaj ti. Hajde. Tani realiteti është që neve nuk kemi taku në Prishtinë. Ne kemi ardhur gjithë rrugës për Prishtinë bashkë. Po, patjetër. Kemi qenë hotel bashkë. Patjetër. Sadria më telefonoi, tha nëse mund. Jo, në hotel kam qenë në vonë, domethënë Jo. mirësisht. Po, patjetër. Ju ju besoni mua, kështu që unë jam realist. Çka kemi thon tjetër diçka? Fol Serena. Çka kemi thon? A kena lajm 3 Serena? Tashi, prit. Unë jam i herë falenderoj shumë herë se është aktor. Faleminderit. Edhe jam shumë kënaqur që jam pranë Laertit. Po të keq, ki diçka më thon sonte çka? Po prit pa tani, prit. Ja, tani jam shumë kënaqur i herë. Po çka kemi na thon sonte? E di që je krenore. Unë? Po. Tash nuk e di atë viçik si kështu si bomb, po. Hajde. Hajde, jepe bombën. Hajde thuje, forca. Tani un kam ca kohë që pushoni pak i lutem qetësi, sa është lajm i vërtet ky. Është lajm i vërtet veç. Është lajm shumë i vërtet. Ju lutem, prit pak 2 minuta. Po pres. Okej, janë gjithë po, okej. Tash Sadri, dhe jam këtu ekskluzive. Ka ca mujë që më thojnë fancat se më ke shtatzon. Edhe janë shumë kurioza. Më ke ditë se më ke unë shtatzon. Me ke ja. Tash unë kam marrë dhe një letrën e Ekos, e kam me veti. Qa flet? E kam fut në gjoks. Mos bëj gore. Se më bëj gore. As e fije. Ju dini që s'bëj gore unë. Tash, ke letra Eko. Jo, e kam seriozisht. Tregoj te kamera. Hadi qik këtu. Ju lutem, ka mundësi, doa të kiti për babin e bebit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Unë nuk e dija që isha Gabrieli. Do të thënë në Bibël Gabrieli tregon Zambakun. Mi zë përqafosh? Maria, të përqafojnë ty sa dushti. Qka zë përqafosh? Sa dushti. Bravo, do të kiti, bravo. Shiko, një sekund ta sqarojmë pak. Në Bibël Gabrieli, krye angjëlli, i tregon Zambakun Marias dhe unë gjele shtatzan. Serena nuk është Maria, është Maria Magdalena. Dhe unë nuk jam Gabrieli, jam Laerti. Kështu që shtatzania e Serenës... Ishte shpërrallë reale. Si të jalosh emrin këti, Gabriel? Gabriel, okej, si doj laj, babi, një bebit. Nësë bëna gore. Unë tani po e marrë vesh i shkreti. U të shikosh i përziti mu. Unë nuk e dija që... Nuk e meritoj puthja unë këtu për gjithë këtë... Jo, ti meriton shumë puthja. Pa keni për e gore t'ja që... Unë nuk e dija që me SMS mund të ngele shtatzan. A disha të më tha me nge shtatzan me... A disha më tha me nge shtatzan me shenja sullen. Ja, këpon tani, me një SMS i Direkt fëmiju del me twerk të bu. Twerk. Edhe doli aktor. Fëmiju, direkt del. Jebi një twerk tani që ta shojnë e gjithë. Jebi. Këti në orkestra, po. Ja ku i ke. Urgo.